Normal që është sfidë e vështirë, Ignati është një ekip që meriton respekt, e njohim për lojën dhe për nivelin që ka. Një ekip me shumë emra cilësor, por ne jena për rezultatin pozitiv që të ndihmojnë me shku në rrugën tonë drejt titullit. Këto janë mungesat, Kastrati dhe Bismar për arsye dëmtimit dhe Bajrami për kartona. Por djem që do të zëvendësojnë me bindur që do të bëjnë më të mirën, do të luftojnë me 100% e tyre. Normalisht që sfida është mjaft e fortë, por në fund shpresoj që triumfojmë ne. Unë them që në Final Four këto janë gjithë skuadrat forta dhe pak a shumë gjithë skuadrat janë me nivel shumë të mirë kontingjentit dhe ekipit. Kështu që besoj shumë që fushat do të tregojnë, gjithmonë shpresoj shumë që fiturat tanojnë ka ne, megjithatë unë e vlerësoj Ignatin se është një ekip mjaft i fortë dhe meriton respekt. E di se një gjë shumë të bëllë llogari, por bashkë edhe me çunat dhe me stafin e kena diskutuar që na kena këtë ndeshje me Ignatin shumë të rëndësishme, mandena mrapa mund të bëjmë edhe në ata llogarinë tona se si shkon ndeshja fundit, por kena shumë të rëndësishme këtë. Llogarinë tona tam drejtë nuk na pëlqejnë se na bëjnë që me menu për llogarina dhe ne na duhet tani të mendojmë për lojën dhe unë besoj që gjithë çunat e dinë se sa rëndësishme është kjo sfidë. Na kena pas një problem, tham drejtën, që këto dy mungesat e Kastratit dhe të Bismarckut kanë qenë shumë të rëndësishme për ne. Kanë qenë dy lojtarë që kanë dhënë mjaft për vllaznin dhe më vjen keq që në Final Four nuk është kontributi tyne, por nuk mendoj që ndoshta me ndeshjet fundit edhe ne jena pak mërzitën, pasi ndoshta shpresoheshim me rezultat tjetër, por çunave i kena thonë nuk duhet më demoralizu, kena një ndeshje mjaft të rëndësishme me Ignatin. Ato djem janë që na kanë prunë deri këtu, ata djem janë që kanë bërë me nrru gjithë njerëzit e dashamirët e vllaznisë dhe kështu ata meritojnë përkërën maksimale nga gjithë, nga i pori tek fundit, të gjithë dashamirët e vllaznisë. Ata djem na kanë bërë me nrru, unë besoj shumë që deri në fund të arrijmë atë që dona titullin. Të gjithë i shoh rival fort. Ne na duhet fitore në ndeshjet tona dhe nuk është e mirë që të shohim asnjërin. Ne kena një ekip mirë, kena ekip fort dhe aty nuk ke ku i thu rivalido, pasi besoj që Final Four është me gjithë skuadrat forta. Shumë e rëndësishme, i bëj thirrje kush ketë mundësi të jetë stadium, djemt kanë nevojë për përkraje, djemt kanë nevojë për ngrohtësi, për përkraje në shkallë të stadiumit. Edhe herë theksoj, janë ta djemë që na kanë pru, jena në vend parë sot, mos ta harrojnë kërkush. Kapin shojnë në renditje, jena në vend parë. Jena edhe 2 ndeshje larg kampionatit, larg fundit kampionatit. Dhe do të bëjmë shumë me mojt vendin e parë. Kena thonë, pak në mojt intervistat e mia, do të luftojmë deri në fund. Për titull kampion, do të luftojmë deri në fund. Edhe jena të luftoj deri në fund për titull kampion, kena nevojë për mbështetjen e gjithëve. Për gjithë. Gjëja është shumë e mirë, me zero probleme. Me zero probleme. Problemi vetëm i joni është ata dy djemt e dëmtuar që kanë qenë lojtar kryesor dhe po them problem se ata janë në sport. Problem tjetër zero. Merkati do të zhbllokohet kur të fillojmë me bë afrimet e lojtarëve, besoj shumë që do zhbllokohet s'do të ketë asnjë problem. Na kena thonë, na shkojmë kudo, shkojmë për fitore. Lozim kundër një skuadër të mirë që është edhe për momentin ka lënë lojëra të bukura dhe është një skuadër në formë për momentin. Na shkojmë për fitore në çdo ekip, kundër çdo ekipit. Por në qoftë nuk do të thosha asnjë gjë më tepër, por skuadra jonë është një skuadër që kudo që shkojmë do të shkojmë për fitore, kaq. Ka që i marrin kontrata, ka që janë me opsion me renovim dorë klubit kontratën, gjithë është menu dhe do të bëhet më e mira, por punohet dhe besoj që në fillim qershori do të ketë treja në këtë aspekt, por vëmendja dhe energjitë maksimale janë te ndeshja me Ignatin. Them drejtën dhe jo se Alon Mazdori çdo gjë është punohet për ditë edhe për ekipin e ri, edhe për afrimet të reja, por them drejtën duana më përqendruar tek kjo ndeshje që e kena shumë të rëndësishme dhe gjëra të tjera më do të diskutojmë më vonë.